Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka hapur zyrtarisht garën për kreun e ri të SPAK pas përfundimit të mandatit të Altin Dumanit në muajin dhjetor të këtij viti. Me 11 vota pro dhe asnjë kundër, KLP miratoi vendimin që starton procesin, duke caktuar 3 java fat për aplikimet e kandidatëve deri më datë 8 tetor, ndërsa u përcaktuan edhe kriteret që do të plotësojnë kandidatët. Mbledhja e trupës së KLP-s u ndoq edhe nga përfaqësues të ambasadës amerikane në vendin tonë. Drejtuesi i ri i prokurorisë së posaçme do të zgjidhet mes prokurorëve të SPAK për një mandat 3 vjeçar pa të drejtë rikandidimi. Zgjedhja bëhet me shumicë të thjeshtë votash nga 11 anëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Dumani, i zgjedhur në dhjetor të vitit 2022 pas Arben Krajës, drejtuesi të parë të SPAK, do të vijojë punën si prokuror i posaçëm deri në mbarim të mandatit 9 vjeçar. Zgjedhja e tij u bë në një kohë me pritshmëri të larta për rezultate kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në monitorim të ngushtë të ndërkombëtarëve, përfshirë ish ambasadoren amerikane Yuri Kim. Edhe këtë herë procesi pritet të ketë vëmendjen e partnerëve ndërkombëtar. E ngarkuara me punë SBA-ve në Tiranë, Nancy Van Horn theksoi disa ditë më parë se zgjedhja duhet të jetë transparente, e paanshme dhe e lirë nga çdo ndikim i jashtëm. Ky është hapi i parë drejt përcaktimit të pasardhësit të Altin Dumanit me një proces që do të ndiqet me kujdes si brenda ashtu edhe jashtë vendit.